Rruga Hakita është e shkurtër, por shumë e frekuentuar. Është arterja e cila lidh dy lagje, është vetëm disa metërshe, mirë po asnjëherë nuk ka qenë e rregulluar. Në kushtet e këqija atmosferike, gjendja vështirësohet dhe shumë herë bëhet vështirë e kalueshme. Që kur filloi rregullimi i rrugës së parë në komunën e Gjakovës së deri më sot, kjo rrugë asnjëherë s'ka qenë rregulluar, kujton Sami Lota, banori i kësaj rruge. Kjo rrugë është si më thonë, e mjerueshme. Rruga nga një metë të tërbeshit që konë atë është asfalt. Rruga ka shitë e tyrbja për shpëtim është e shtruar asfalt. Vetëm qëto metra, që 200 metra sajnë, dhe qëto nuk janë të lidhë në asfalti atjetë me qëto shto. Po në mbledhet uji, po vinë kjerat, gropa, besa që ato ujna që për në mesin, po bot lësh. Historia njëjtë e ndjek edhe rrugicën për në Qabrat Martin Camaj. Banorët e saj ankohen se vitin e kaluar është rregulluar kanalizimi dhe është lënë në gjendje shumë të mjerueshme. Në prill vitit kalum kemi bërë kërkesën në kuvent për më na shtruar rrugën. Në ardhe kanë vendosur kanalizimin, ujin, edhe kanë lënë të hapur çashtu. Na me vetë iniciativë kemi pritë se intervenojnë, s'ka intervenu kërkush. Me iniciativë kemi marrë, kemi shtruar pak zhavor sa ashtu, me mujt me kalu. Për ndryshe, si një shisit bjen që të zallë ka me bajt e poshtë, krejt prapë dhe të mesim qashtu. Mirë po për këto dy rrugë dhe të tjera është pikërisht gjendja tanishme politike, e cila ka fut komunën e Gjakovës në një gjendje të vështirë ekonomike dhe ka bërë që shumë projekte për rregullimin e infrastrukturës të pezullohen për afat të pacaktuar. Mirë. Po jo vetëm këto dy rrugë, janë edhe disa rrugë të tjera, të cilat Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik në kuadër të komunës i ka paraparë të realizojë ndërtimin dhe asfaltimin e tyre gjatë këtij viti, për shkak se ka pas mjete të alokuara me rishiqimin e buxhetit, i cili buxhet ka kalu dhe në asamblen komunale, mirë po i njëjti nuk ka pas mundësi të kalojë në parlament për shkak të ngërçet politik në të cilën gjendet dhe vendi. Kjo ka bërë që këto rrugë të mos realizohen, mirë po rrugët për të cilat ju bët pyetje, parashihet të realizohen në të ardhmen. Gjatë ditës së djeshme u mbajt mbledhje jashtëzakonshme e Asamblesë Komunale të Gjakovës, në të cilën u aprovua rregullimi i brendshëm dhe transfert e ndarjeve buxhetore të komunës së Gjakovës. Kjo erdhi pikërisht nga pamundësia e rishikimit të buxhetit për vitin 2014 nga ana e qeverisë së vendit për shkak të ngërçit politik. E se kur do të rregullohen këto të tjera rrugë, kjo mbetet të pritet se çfarë donacioni do të sigurojë komuna.